por për ta mbyllur këtë bisedë, më lejoni t'ju pyes për një marrëveshje që është firmosur së fundi mes Shqipërisë, Kroacisë edhe Kosovës. Marrëveshje me bazë ushtarake, por nuk e ka adnenin 5 të ndërhyrjes si të NATO-s, por sa e rëndësishme është kjo marrëveshje? Serbia është alarmuar, mund përfshihet këtu dhe Bullgaria. Në media është folur se ka qenë në plan edhe Malizi, por është tërhequr si pasojë një qeverie me ndikim pro-rus dhe pro-serb atje. Pra, si shikoni aleancat ballkanike? Me sa di unë, kjo është një marrëveshje ndërmjet Kroacisë, Bosnjës dhe Kosovës. Kosovës edhe Shqipërisë, pa Bosnjën. Bosnja ka ato problemet. Bosnja ka ato problemet që ja kanë lënë zvarr, vajti 30 vjet dhe nuk i zgjidhi, nuk e lë njeri i zgjidhi për arsye të caktuara që vinë ande nga Evropa, ato direktivat. Dhe puna është që aleancat të tilla kanë qenë krijuar, do krijohen dhe nuk përbën asnjë të veçantë. Dhe Serbia nuk ka pse të alarmohet aq shumë, po se Serbia duke qenë gjithnjë një shtet agresiv, nuk do që të tjerët rreth rrotull të marrin masa mbrojtëse për vete të tyre. Serbia hyn në aleancë atje ku i do qefi, edhe me kë do i do qefi, dhe nuk le të tjerët që të marrin masa mbrojtëse. Besoj që një iniciativë e tillë nuk është me mendjen as të Kosovës as të Shqipërisë, kuptohet është me një shtytje më të largët, në mënyrë që të ekzistojë ky koalicion. Le të ekzistojë teorikisht, qoftë edhe thjesht me marrëveshje. Por nesër pas nesër këto marrëveshje mund të kthehen në detyrime reciproke me njëri tjetrin për të mbështetur. Krijimi i kësaj aleance nuk i intereson fare Serbisë, sepse Serbia në kohën e Titos e quante vete superfuqi të Ballkanit, e ruajti këtë edhe pak vite mbas viteve 90, po sot nuk është në atë gjendje që të komandojë dhe ta heq veten si superfuqi të Ballkanit, dhe megjithatë nuk i intereson dhe nuk do që të tjerët të bëhen bashkë dhe të jenë më të fortë, sepse Serbia asnjëherë s'ka ndryshuar pikpamjet e veta që kur është krijuar si shtet, ka qenë gjithnjë shtet agresiv që ka shqetësuar gjithnjë Ballkanin. Nëse Ballkani është konsideruar fuqi baruti nga të tjerët, fuqia e barutit ka qenë Serbia dhe Greqia. Shqipëria, Bullgaria, Kosova, Malizi, Kroacia nuk kanë qenë asnjëherë shtete agresive dhe s'kan patur potencë në këto drejtim. Domethënë këto dy vende kanë gëzuar gjithnjë mbështetjen e Evropës për interesat e Evropës dhe kanë qenë, si të thuash, iniciatorët e çdo konflikti në Ballkan. Dihet që Serbia ishte dhe iniciatore e shpërthimit të luftës së parë botërore, sepse ata terroristët serb të dorës së zezë vranë princin parashikimtar austro-hungarez në Bosnjë. Midis kësaj aleance Turqi, Serbi, Greqi, pra Turqia në këtë mes. Turqia nuk bën aleanca as me Greqinë as me Serbinë. Pavarësisht nga marrëdhëniet diplomatike që diku përmirësohen, diku ftohen etj, por Turqia nuk hyn kurrë në marrëveshje as me Greqinë as me Serbinë për historinë e gjatë që ekziston ndërmjet këtyre vendeve. Pra mund mbështetemi tek ky partner. Te Turqia, pa diskutim. Domethënë, ai mban rregullin në Ballkan. Sepse Serbia nuk e ka ndryshuar asnjëherë atë teorinë dhe idenë për ekspansion, qoftë ndaj Shqipërisë, qoftë ndaj Bullgarisë. Edhe me Bullgarinë ka probleme, duke filluar me Maqedoninë e tjerë, se s'po hym në këtë problem. Po kështu është dhe Greqia, që s'ka ndryshuar asnjëherë. Ajo thotë dua Shqipërinë deri në shkumbin. E thotë sot, e ka në planet ministrit
Ministria e Mbrojtjes greke gjithë e ka në shtabi i përgjithshëm, e ka në strategjinë e vet. E di dhe qeveria jonë që s'ndihet. E di dhe NATO që Greqia ka këto ide. Nuk ka ndryshuar në një gjë te këto, as te Greqia, as te Serbia. Për Malin e Zi sot është një vend i vogël pa potencë, domethënë edhe të jetë në këtë marrëveshje edhe të mos jetë nuk ngrënë i pesh, sepse edhe ushtrinë ka të fare të parëndësishme, plus edhe vetë ndërtimi dhe përbërja e popullsisë aty është aq heterogjene sa është pamundur të krijosh një bazë tek Mali i Zi për një marrëveshje serioze. Ndërsa edhe Kroacia, shtet i vogël është, po ka investuar. Ka investuar dhe ka një politikë të qëndrueshme mbas ngjarjeve që kaluan në shekullin e kaluar, problemet me shkëputjen nga Federata e Jugosllavisë, Kroacia është një shtet i stabilizuar. Dhe mund mbështetesh me të kooperosh dhe është krejt normale të lidhësh marrëveshje, përveç marrëveshje ekonomike dhe marrëveshje në fushën e mbrojtjes. Zotë Abile, nuk e prekëm... Kanë një industri shumë të mirë, ushtarake, plus industrinë e pjesën tjetër. Të aviacionit, avionet nga Franca të gjeneratës fundit? Kroacia, domethënë, me sa di unë, ka bashkëpunuar edhe me Korenë e Veriut, ka marrë teknologji e njerëz specialistë. Pajisja dhe e mban sistemin e industrisë ushtarake në gjendje pune, aq sa i duhet. Zotë Abile,